Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 21 deri në datën 27 prill. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe fillojmë, ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente, dhe fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Atëhere, në javën e gjatë kësaj jave, në fillim të javës, shoh që do merrni një lajm që do t'ju gëzoj. Është një lajm që ju jo vetëm do t'ju gëzoj, po do jeni duke menduar seriozisht. Dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me njohjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Mund të merrni një lajm nga fëmijët tuaj për pjesën tjetër, ose mund të jetë një lajm në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Por ju shoh që sikur jeni bllokuar, sikur ju janë lidhur këmbët dhe ju nuk harrini dot që të shkëputeni, ndoshta ose që të veproni më saktë. Gjithsesi ju shoh në pritje, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje për një pjesë prej jush në lidhje me një person që mund të jeni në njohje. Për pjesën tjetër, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje nga një person që ju jeni në njohje dhe në lidhje. Ndërsa që ndoshta dëshironi t'i çoni më përpara. Ndërsa për gjithë ata që janë me fëmijë, ju shoh merrni një lajm, merrni një lajm nga fëmijët tuaj, ndoshta dhe për t'u larguar jashtë shtetit ose edhe për të ardhur. Disa prej jush jeni duke pritur për t'u larguar, ndoshta nga një vend pune në një vend pune tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër, ose nga një qytet në një qytet tjetër. Gjithsesi, është një fundjavë që ju shoh në pritje. Në mes të javës do ndiheni pak të bllokuar në lidhje me mbasmarrjes së një lajmi, ndoshta ju dëshironi të largoheni dhe disa gjëra do t'ju pengojnë në lidhje me këtë gjë. Në një rast, ose në rastin tjetër diçka do t'ju pengojnë mbasmarrjes së një lajmi, që ju të bëni ato lëvizjet e duhura ose për të shkuar në një udhtim, që mund të jetë udhtim i shkurtër ose i gjatë, sepse keni qenë në pritje. Ju shoh që keni qenë në pritje të këtij lajmi dhe këtë lajm do ta merrni. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me studimet, mund të ketë lidhje me prisni një përgjigje, ndoshta në lidhje me një provim, me një kurs, me një patent, ose mund t'i merrni situatat nga më të ndryshmet. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje dhe me pjesën e dokumentave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen. Dhe dolën 4 letra. Në fillim të javës ju shoh që ju një sukses, një fitore. Kjo ka lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose mund të jetë një sukses te vendi punës, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, ose me kontrata të ndryshme që mund të keni, sepse ju shoh që jeni në pritje të këtij suksesi dhe ju do të arrini këtë sukses. Por ndërkohë ju shoh që do ndryshoni dhe këndvështrim, do bëni plane afatgjata, si në lidhje me njohjet që keni për t'i çuar para, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në rastin tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku ju do ndjeni të suksesshëm gjatë kësaj jave, ose do jeni duke menduar edhe në lidhje me udhtime të ndryshme, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, mund të jenë udhtime për qejf ose udhtime pune, por gjithsesi disa prej jush ju shoh në pritje, keni ndryshuar këndvështrim në lidhje me situata të ndryshme,
dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, me punën, me anën tuaj ekonomike. Dhe ju shoh që nuk e disa prej jush keni marrë eksperjenca nga situatat e kaluara dhe do përdorni shumë fort pjesën e logjikës në lidhje me situata të ndryshme. Gjithsesi, do çliroheni nga një situatë që ju ka lodhur për një kohë të gjatë. Ndoshta ju do çliroheni nga situatat lodhshme në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ndërsa për një pjesë tjetër me punën tuaj por dhe nga ana ekonomike. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni me institucione shtetërore, mund të jenë institucione shtetërore, private, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, dhe është diçka që ju ka lodhur për një kohë të gjatë, por ju do harroni të çliroheni, ti mbyllni situata të ndryshme që mund të keni me shtetin ose edhe me dokumenta të ndryshme. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, këto situata që ju jeni në pritje për t'u larguar te fëmijët tuaj, duhet të bëni disa dokumenta aty dhe ju shoh që sikur është diçka që ju ka lodhur, që ju vërtet keni dashur që ta bëni edhe më herët këtë gjë, por shoh që do t'i mbyllni këto situata. Ndërsa për pjesën tjetër mund të kenë të bëjnë me situata të ndryshme. Ju jeni në pritje të një kursit, për të bërë një kurs, një trajnim ose diçka tjetër, dhe e shihni këtë gjë si diçka që të jetë në perspektivë. Dhe ju shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, por do çliroheni edhe nga ajo situata që e pritjes që keni qenë. Ndërsa për disa të tjerë do mbyllni projekte, bashkëpunime të reja dhe ka fillime të reja. Ose ju mund të mbyllni një punë që ju ka lodhur dhe të filloni diçka tjetër. Gjithsesi është një javë fantastike, ju uroj një javë të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë shohim si do jetë energjia edhe në lidhje me shenjën tuaj. Është një javë që ju shoh me vendime të rëndësishme dhe ju keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, se nuk i tham në leximet e mëparshme, shenja ajri dhe shenja uji. Do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Disa prej jush mund të keni dhe një ftohje, një shkputje në komunikim, një ftohje për disa të tjerë ose një distancim në marrëdhëniet tuaja dhe ka ardhur momenti për të marrë një vendim. Dhe shoh që kjo ka lidhje me një sekret, me një të fshetë. Ju shoh që dikush keni humbur dikë, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, një person, kjo gjë ju ka lënë pak të trishtuar dhe keni ngecur në këtë situatë, por shoh që ju keni mundësi dhe oferta, ose mundësi në lidhje me këtë person, një mundësi tjetër, ose në rastin tjetër mund të keni edhe mundësi edhe oferta të tjera në lidhje me dashurinë. Ndërsa për pjesën tjetër ka të bëj me një vendim që ju do merrni për punën tuaj ose në marrëdhënie, në shtëpi, në familje, në punën tuaj me projekte ose bashkëpunime, por aty do zbuloni një sekret që mund të jetë diçka nga e kaluara. Një fshet, një sekret që ju është mbajtur dhe ka lidhje me të kaluarën tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të përqendroni kaq shumë te kjo situatë, saqë ju të mos shihni ato mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë kësaj jave. Ndërsa nga ana ekonomike dhe aty do merrni vendime të rëndësishme, ndoshta ju bini pak të trishtuar në lidhje me humbjet ekonomike që mund të keni pas në të kaluarën tuaj, ose me disa zhgënjime që mund të keni marrë, ose në një farë mënyrë mund ta quash edhe një, nuk më kujtohet fjala, gjithsesi, ju shoh që ju ka lidhje me një sekret, diçka që ju e keni mbajtur sekret ose ju është mbajtur ju në lidhje edhe me anën ekonomike. Por ju do keni oferta gjatë kësaj jave në lidhje me dashurinë,
oferta të reja për të gjithë ata që mund të kenë humbur një dashuri. Për pjesën tjetër, do keni mundësi dhe oferta në punën tuaj, në anën tuaj ekonomike, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme. Thjesht mos u përqendroni te humbjet, por edhe te diçka që ndoshta do t'ju lej pak të trishtuar, një sekret ose një fshet që do ta mësoni gjatë kësaj jave. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen ose te WhatsAppi që është afishuar në fillim të videove. Ju shoh me shumë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë toke dhe ajri. Ju shoh me shumë emocione. Do ndjeni mirë në fillim të javës, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, me lidhjet, marrëdhëniet në çift, por dhe në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj, por dhe nga ana ekonomike dhe me punën tuaj. Në mesin e javës dëshironi të merrni të bëni fillime të reja, ku do t'i bëni me shumë pasion. Sepse ju shoh janë 2 karta që tregojnë këtë, ju dëshironi të bëni një fillim të ri, do ndjeni shumë entuziast, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, por shoh që aty është rreziku 50-50 dhe ju thoni unë do riskoj me këtë person. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet tuaja, mund të dëshironi të bëni fillime të reja me fëmijët tuaj. Dhe do ndjeni shumë entuziast dhe shumë emocional në lidhje me këtë gjë. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me punën, ku ju dëshironi të filloni një punë të re, një projekt të ri, një bashkëpunim të ri, ose dhe kontrata të reja që mund t'i bëni në lidhje me punën, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të merrni iniciativa në lidhje me një punë ose një projekt që dëshironi ta bëni. Gjithsesi, është një javë ku ju do jeni emocional, do keni shumë pasion, do keni fillime të reja dhe këto fillime të reja mund t'i merrni në të gjitha situatat që keni. Mund t'jenë fillime të reja në lidhje me dokumentat, mund t'jenë fillime të reja me studime ose me kurse, me trajnime, fillime të reja që mund të bëjnë fëmijët tuaj. Por gjithsesi do doni t'i çoni para të gjitha këto fillime që do bëni deri në fund të javës, duke marrë iniciativa dhe duke i çuar para. Por këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te numri i afishuar në fillim të videos. Dhe shohim energjinë që do na vide për ju. Në lidhje me shenjën tuaj, shoh që keni të bëni me energjinë e shenjës të Demit, energjitë shenjave të ajrit dhe të zjarit. Ju do jeni duke studiuar situata të ndryshme. Keni nevojë të qetësoheni, të merrni një pushim për t'i dhënë drejtim situatave, për t'i dhënë drejtim një njohje, duke analizuar gjithçka rreth kësaj njohjeje, një lidhje ose marrëdhënie tuaja, ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, dhe do ndiheni, ju shoh që do ndiheni pak në dilema. Do ndjeni në dilema, por ndërkohë nuk do t'jepni dot zgjidhje situatave. Sepse ju shoh që do ndjeni pak të bllokuar deri në fund të javës. Gjithsesi, për pjesën tjetër, mund të jeni duke analizuar diçka në lidhje me punën, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, por ndërkohë dëshironi të jepni drejtim situatave edhe te vendi punës. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që
në fillim të javës do dëshironi të jepni zgjidhje, në mes të javës nuk i jepni do zgjidhje situatave. Dhe në fund të javës ju shoh që ndiheni pak të bllokuar. Këtu jemi dhe në energjinë e zjarit, që është energjia juaj. Gjithsesi, është një javë që do jeni duke menduar për t'i dhënë drejtim gjërave, por ju shoh të bllokuar gjatë kësaj jave. Unë do nxjerr në lidhje me ju edhe 2 letra të tjera për ta saktësuar, se dhe ju shoh shumë mirë. Këtu kemi të bëni me energjinë e shenjës së akrepit dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh me lajme të mira. Do harrini të dilni nga ky bllokim, do merrni lajme të mira dhe ju shoh në kërkim të gjërave. Ju do jeni në kërkim të një dashurie, disa të tjerë në kërkim të një shtatzanie, për të pasur një shtatzani, pjesa tjetër në kërkim të dokumentave, në kërkim të një pune, të një shtëpie, ose edhe në kërkime në lidhje me projekte ose bashkëpunime të ndryshme. Ndërsa për disa të tjerë mund të jenë në kërkim të anës tuaj ekonomike. Gjithsesi, ju shoh që nga këto situata do harrini të çliroheni dhe do jeni përsëri në lëvizje për të arritur gjërat që ju dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendentet të shenjat e tyre. Dhe shohim energjinë. Në fillim të keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, të tokës dhe përsëri të ujit, për gjithë ata që mund të kenë lidhje. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri, ose t'i çoni njofjet ose lidhjet tuaja para, por edhe marrëdhëniet. Dhe ju shoh për gjithë ata që janë beqar, do keni një ofertë shumë të mirë. Por ju sikur dëshironi të largoheni nga diçka për t'i dhënë një drejtim më të mirë vetes tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të keni një fillim të ri në punën tuaj, ose në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj. Ju shoh që do ndiheni shumë mirë në fillim të javës, shumë emocional gjatë fillimit të javës, ndërsa për disa të tjerë mund të jetë fillimi një kursi, fillim dokumentash, ose dhe ju do keni një ofertë gjatë kësaj jave që do t'ju tundoj, domethënë në lidhje me këtë gjë, me këtë fillim të ri që dëshironi të bëni. Por ju shoh që largoheni, ndoshta ju dëshironi të merrni një lajm të mirë për një udhtim, sepse ka lidhje dhe me udhtimet për të gjithë ata që dëshirojnë, për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Një pjesë prej jush mund të dëshironi të shkoni nga një shtet në shtetin tjetër. Një pjesë tjetër mund të dëshironi të ndryshoni vendin e punës ose qytetin ku ju jetoni. Dhe ju do merrni lajm të mirë, do veproni dhe do lëvizni shumë shpejt, ju shoh në udhime dhe ju do të jepni një drejtim më të mirë, duke lënë mbrapa gjëra që ndoshta edhe me pak dhimbje, por do t'i lini mbrapa për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ndërsa nga ana ekonomike, lajme të mira, ju do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës në lidhje me anën ekonomike, jeni duke menduar seriozisht në lidhje me punën tuaj, por dhe si të rrisni të ardhurat tuaja. Dhe për disa prej jush mund të mendojnë edhe të lëvizin gjatë kësaj periudhe. Thash, mund të lëvizni nga një shtet në shtetin tjetër, nga një punë në punën tjetër, ose ju mund të lëvizni edhe në lidhje me, të shohim edhe një kartë tjetër, me që dilte pak. Dhe ju shoh që ju dëshironi të jepni drejtim, ju largoheni nga situata ndoshta që nuk ju kanë sjell gjë, ju shoh, për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave. Se kemi kartën e karrocës, do jeni shumë emocional, ju do të jepni drejtim emocioneve tuaja, familjes tuaj, por ndërkohë do të jepni drejtim punës, anës ekonomike, ose kjo mund të ketë lidhje me një shtëpi, me një që ka lidhje me familjen e ngushtë, dhe në fund të kësaj jave ju do harrini
ti jepni drejtim gjithçkaje, por është një javë që ju do jeni dhe emocional. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.